Fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti, bëri paraqitjen e parë televizive në spektaklin e humorit. Ai u pyet gjëre gjatë se si e përjetoi daljen nga shtëpia më e famshme, por një pyetje ishte ajo që tërhoqi komplet vëmendjen e publikut. Ai u pyet për Xheneta Fetahun, nëse ka uruar për fitoren në këtë edicion, duke qenë se kanë qenë shumë të komentuar. Të uroj Xheneta për fitoren? Ishte pyetja që u parashtrua. Kush është ajo? U përgjigj artisti nga Peja duke e injoruar totalisht ish-partneren e tij. Ky injorim i Gjestit vjen pasi ai kishte deklaruar se gjatë kohës që kanë qenë në një lidhje brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, ajo vetëm sa e ka injoruar dhe ka ofenduar atë.